Katërzit pas incidentit të rënd që tronditi Durrësin dhe vuri në rrezik efektivët e policisë, gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 44 vjeçarin Rezart Abazaj. Vendimi u mor pas kërkesës së prokurorisë së çështjes Edina Kurti, ndërsa seanca vijoi me dyert të mbyllura pas minutave të para. Pas gjykatës, Abazaj ka pranuar ngjarjen, por është shprehur se nuk mban mend shumë detaje nga ajo pasdite. Nga ana tjetër, avokati i mbrojtës kërkoi një masë më të lehtë sigurie, duke pretenduar se klienti i tij vua nga problemet e shëndetit mendor. Ngjarja ndodhi me 16 maj në lagjen 17 në zonën e Ishkënetës në Durrës, aty ku policia rrugore kishte intensifikuar kontrolle pas aksidentit tragjik me 2 viktima. Sipas hetimeve, patrulla identifikoi një automjet tip Ford Focus pa targa që lëvizte me shpejtësi dhe në mënyrë të rrezikshme në rrugët e zonës. Policia i bëri me shenjë ndalimi drejtuesit të mjetit, i cili tentoi të largohej me shpejtësi duke hyrë në rrugica të ngushta dhe duke rrezikuar jo vetëm efektivët, por edhe qytetarët. Në përpjekje për ta neutralizuar, një prej policëve ju afrua automjetit, por sipas dosjes hetimore, 44 vjeçari shtoi gazin duke e tërhequr efektivin dhe duke i shkaktuar dëmtime në dorë. Pak çaste më vonë, automjeti përplasi dhe makinën e policisë, ndërsa një tjetër punonjës policie mbeti dëmtuar në këmbë. Pas arrestimit, testi i alkoolit rezultoi pozitiv në nivelet e larta, ndërsa hetimet zbuluan se Abazaj drejtonte mjetin pa leje drejtimi dhe me precedent më parshëm për drejtim të automjetit në gjendje të dehur. Ndaj tij rëndojnë akuza për drejtim mjeti në gjendje të dehur, drejtim pa leje dhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Hetimet për rastin vijojnë.